Problemi me qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd në rrugët e Tiranës, duke rrezikuar jetën e qytetarëve, duket se nuk po ndalet. Rasti më i fundit ishte aksidenti që u shënua këtë të mërkurë në zonën e Tegut, ku një betonjere ra nga lartësia, duke përfunduar në një nga kalimet e autostradës Tiranë-Durrës dhe duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Një nga rregulloret më të fundit është dhe ajo e firmosur nga kryebashkiaku Erjon Veliaj që ndodhet në qelitë e burgut të Durrësit prej më shumë se 15 muajsh. Me urdhëresën e datës 7 korrik 2022, mbi organizimin e planit të lëvizjes së automjeteve në qytetin e Tiranës, Veliaj duket se zgjodhi të tregojë bujar me kompanitë ndërtimit, duke i lënë në dispozicion çdo rrugë të kryeqytetit në një fashë orare. Një tjetër vendim i kryebashkiakut të skandaleve ndaj të cilit rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, pa marrë në konsiderat rrezikun që u kanoset qytetarëve, përfshirë këtu dhe ndotjen akustike që prodhojnë këto mjete. Bazuar në udhëzimin e publikuar nga Policia e Shtetit gjatë periudhës së sezonit veror, ndaj mjeteve me tonazh të rënd ka kufizim të posaçëm në akset kryesore të vendit, me qëllim lehtësimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë rrugore në periudhën me fluks të lartë lëvizjesh. Periudha e zbatimit është nga data 19 qershor deri në 15 shtator dhe përfshin fundjavat dhe ditët e festave zyrtare. Gjatë kësaj periudhe, kufizimet e qarkullimit aplikohen sipas këtyre orareve. Në ditën e premte nga ora 15 deri në orën 24 dhe në ditën e shtunë të diel nga ora 7 deri në orën 24. Për ditët e festave zyrtare, kufizimet fillojnë nga ora 15 të ditës pararendëse deri në orën 22 dhe vijojnë nga ora 7 deri në orën 24 të ditës së festës. Megjithatë, aksidenti i ndodhur këtë të mërkurë mund të jetë një përjashtim nga kufizimet e mësipërme, sërish ngrihet shqetësimi mbi sigurinë dhe rrezikun që hasin qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve, ndërsa qarkullojnë në të njëjtin korsim mjetet e tonazhit të rënd që mund të sjellin pasoja të mëdha duke marrë dhe jetë njerëzish. Rregulloria e Veliajt lejon qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd nga e premtja pasdite deri të dielën në mesnatë, duke u dhënë kështu mundësinë të pushtojnë në rrugët e Tiranës pa kurrfarë probleme.